Revani. Revani. Me shërbet. Me shërbet, mirëmëngjes gjithëve. Edhe ti je si shërbet. Po me miell misri. A del gjë? Është shumë e mirë, Shqipëria mes pa e përdor shumë, po edhe Veriu e përdor. Edhe e përdor me miell misri, Revani është speciale. Se që më tha Keli sot, kemi Revani nga Tirana, kemi Revani nga jugu, të gjitha si quhet kjo e sotmja? Revani quhet, Revani me miell misri, kaq, shkurt, sakt, shqip. Me shërbet. Me shërbet. Me shërbet, se kemi dhe Revani që del si kek, pa shërbet. Pa shërbet, po. Mirë, po listojnë përbërësit. Po. Në parë të parë duket e thjesht, po, i ka dhe kjo ca kleçka. Jo. Për mua jo. Bëjmë me interesantë Revani. Mirë, për Revanin e sotme, do na nevojiten këto përbërës. Florenca ka zgjedhur 2 lloje mjellash nga Ola, që është partner në këndin ton të gatimit. Kemi sheqer, kemi vanilje, kemi vaj, kemi vezë, kemi qumësht, kemi dhe kos. Nga natura do të japim të sakta, por varet edhe sa persona jeni në familje. Po, shiko, unë e kam përgjysmuar, nuk bëra të Revanin e madhe, e bëra pak më të vogël, për ta bërë dhe më shpejto. Por kjo Revani ka disa lloje të gatuari. Bëhet vetëm me qumësh, bëhet vetëm me kos, bëhet pa qumësh, pa kos, bëhet edhe pa qumësh dhe pa kos. Me miell, me vaj dhe me vezë. Do me thënë, ka disa mënyra. Unë kam zgjedhur atë që i ka dhe vajin dhe qumshin dhe kosin. Oke, i ke përzirë gjitha bashkë. I ka përzirë dhe gjitha bashkë. Aty kemi dhe shërbetin, që ti e ke përgatitur. Shërbetin e kam përgatitur për para dhe duhet të ftohet shërbeti dhe Revania kur tjetë nxehtë, e presim edhe i hedhim shërbetin sipër. Fantastike. Mirë, unë do të ndihmoj. Ti vetëm rri sot, rri si një mbretëresh. Si një mbretëresh. Çfarë të rrah këtu? Vezën dhe sheqerin. Vezë që kam fshati, se duke. Po, i kam zgjedhur të mira, të freskëta, jo si ato vezë që nxorët ju sot të mëngjes aty. Dhe të më besosh që ajo është e vërtet, jo vetëm në Kinë. Jo, Florenca, jo, se besoj. Fabi është edhe këtu. Po ku e ke parë ti? Po e kam parë. I vendosin ke koteci i pulave, i lën dhe pak aty sa të marrin atë ngjyrën kështu si bezh, dhe i shesin për pule. Po vezë pule janë? Jo, i shesin për pule fshati, do me thënë bio, jo të rritura në fabrikë. Ska gjë, vezë për vezë. Jam shumë e sigurt për këtë, se e di shumë mirë. Po, ka qënë dikush kishte 100 pula, i mbante në një pallat në Katpar, dhe e bënte këtë gjë. Po. E them pa frikë tani këtë gjë, se nuk do të më cënoja i personi, se ka vdekur. Mirë. Po shtojmë sheqerin. Me siguri nga që bënte kështu hilesh. Ka parë zoti. Që i marrin me vete dhe hilet dhe mashtrimet ata që ikin. Këtu kemi sheqer, pluhur, vanilje. Edhe vanilje, edhe fryrës. Edhe fryrës. Nuk e kam bërë me miell fryrës, se mielli misrit nuk është me fryrës. është vetëm mielli i bardh, i grurit. Do na fryret kjo neve, apo jo? Patjetër, i hodha fryrës, Fabi. I hodha fryrës. Po, e kuptoj, do na bëhet një tape madhe. Me radhë pjesët e lëngshme, merë qumshin për para, pastaj vajin dhe pastaj kosin. Ma e Fabi mua këtu. Të lumt, Fabi. Je bërë mjesht 3 recetave. Mo i kam qënë. Ke qënë, mirë, po tani je specializuar, ke marrë edhe pak certifikat. Pra ti, do ma firmohë, së është besoj. Po, sa japë. Hive dhe atë, Fabi, të lumë shinduar. Ja. Pra, për këtë recet, unë zgjodha Revanin me miell misri, ku ishin të gjithë përbërësit brënda. Edhe vaj, dhe kosti, dhe qumshi. Ju atash, ka Revanin me miell misri të disa llojeve. Unë kam zgjedhur këtë, se mendova që është edhe më e mira. Unë zakonisht e kam bërë Revanin e misrit vetëm me vezë edhe me qumësh dhe vaj. Mirë, Florenca. Atëre, do shtoj pak nga pak? Pak nga pak do shtoj miellin për na u bërë një masë që të rrjedhi kur ta hedhim në tavë. Tavën, si që shikoni, e kam lyer me gjalp edhe me miell misri. Vazhdojmë. Po. Ja e hedhim kështu anash, e hedhim anash me kujdes, kam përzier 2 lloje miellrash këtu,
Mirë, u bë shumë i rjesë shumë si brumë. Shumë i mirë u bë. Po, mos ka nevojë për pak? Po, ja i shtojmë dhe një 2 lugë, jo më tepër. Ja shtojmë miell gruri. E kemi të hapur. Po, e kemi aty. Për çdo përdorim. Po. Tani unë do shtoj nga mielli Ola, apo ta masësh? Më mirë qise. Jo, mos t'i hedhim... Po, shie njërë, shie. Për që të shoh? E ka të nevojshme? Ja, kaq. Mirë. Dale? Edhe pak. Edhe pak. I shtuam gati 20 gram. Dhe është, okej, nuk kam nevoj për më tepër. Ja ku e kemi revanin ton të përgatitur me të gjithë produktet që ne kishim në recetën ton, është një revani shumë e thjesht. Kujdes, Fabi. Ti më ke mësuar kështu... Jo. Po jo kështu t'nas përkau, Fabi. Aty drejt. Ma lëvize. U bëm pis? Jo, largojnë, mbaj e kështu tani, Fabi, edhe të gjitha truket Fabi do t'i mësoj, sepse në kuzhinë ka shumë lloje trukesh dhe duke gatuar dhe duke përgatitur ushqime, pa tjetër që i fitojmë dhe i mësojmë të gjitha. Brumi është bërë fantastike, ndjej këtu kur përzjej këtë masën dhe është speciale. E rahim edhe pak kështu, pa tjetër, do t'a hedhim në tavë, e përzim kështu se po t'ket në njësi kokris. E kam rau, në kam bërë fërtele. E ke raur, ja ke marrë shpirtin. Tani t'a hedhim këtu me kujdesja kështu. Të ndimojmë me tasin? Mbaj, Fabi. Që t'a mbledhim të gjithë masën, t'a hedhim në tavë. Furën e kemi të ngrohur, fillimisht? Po. Sa do qëndrojnë në furë kjo, Florenca? Duhet kishim marrë një tavë pak më të vogël, 28 me 28, po kjo do... E presi me rombe më kollaj këtë. Pa, shua? Po. Ordra. Edhe këtë ma largo. Këtë në furë dhe? Në furë me temperaturën 180 gradë për 35-20 minuta, revanin ton me miell misri e kemi gati. Të lumë të mëndja, të lumë shinduart. Mirë, Florenca, ne do të ndajemi këtu. E do shihemi nesër. Do t'a presim sa të dalin nga fura, do t'a presim në format si duam ne, do t'i hedhim shërbetin e ftohtë dhe pastaj jemi gati për ta konsumuar. Ja ku i kemi dhe gramaturat e sakta, kemi përdorur 300 gram miell misrit, 100 gram miell gruri, 200 gram sheqer, 4 vezë, por ne i kemi përgjysmuar. I kemi përgjysmuar. 100 ml vaj, 100 ml kost, 100 ml qumësh, një pak ofryrë skrip dhe vanilje. Ndërsa për shërbetin kemi 800 gram sheqer, 700 ml ujë, vanilje dhe lëkurë limoni. Në këto përmasa të përgjysmuara për 3-4 persona? Po. Është fantastike. Mirë, do shihemi nesër. Kalofshi mirë, miru pafshim.